Nepotizmi në Bashkinë e Imarës nuk është vetëm e lidhje familjare punonjësish në sektorët e shërbimeve dhe në nivelin e ulët të administratës, por edhe në kupolën drejtuese të bashkisë, ku artohen dhe miratohen vendimet me indicie nga një mosmarrveshje për tokën mes dy kushërinjve, Lazar Theodori dhe Panajot Rondo, dhe ndërtimi një resorti mbi atë tokë. Pamfleti ka zbuluar një skandal nepotik në kupolën drejtuese të Bashkisë së Imarës. Në detyrën e drejtoreshës së kabinetit, kryebashkiaku Vangjel Tavo ka emëruar zonjën Blerina Bala, ish zëvendës kryetare e Bashkisë Imar dhe ish kryetare në detyrë, e komanduar në muajin mars 2024 pas arrestimit të kryetarit Jorgo Goro, ndërsa bashkëshorti i drejtoreshës së kabinetit të Bashkisë, Artan Bala, është antar i Këshillit Bashkiak të Imarës, zgjedhur më 14 maj 2023 si përfaqësues i Partisë Aleanca Arbënore Kombëtare, parti në koalicion me PD-n. Nuk është fjala për akrobacinë që gruaja drejtore e kabineti e Bashkisë përfaqëson PS-n, ndërsa bashkëshorti i saj përfaqëson opozitën në Këshillin Bashkiak, por tek nepotizmi që krijon favore për biznesin e tyre ndërtimor. Bashkëshorti Artan Bala ka në pronësi dhe administrim kompaninë e ndërtimit Bala Konstruksion 21 SHPK, të krijuar në datën 28 shtator 2021, kur bashkëshortja Blerina Bala ishte zëvendës kryetare e Bashkisë Imar, e më pas kryetare, dhe nëpërmjet saj ka marrë disa leje ndërtimi e kontrata për pasuri në zonë. Edhe tani që ajo është drejtore e kabineti, bashkëshorti merr leje ndërtimi në Imar, një ndërto ajo në proces zhvillimi për resortin Jonian Residences, në tokën me konflikt gjyqësor mes dy kushërinjve, Lazar Theodori dhe Panajot Rondo. Mosmarrveshjen për tokën ata do ta zgjidhnin sipas ligjit, ndërsa skandali qëndron në faktin që drejtoresha e kabinetit të Bashkisë, Blerina Bala, përgatit dosjet dhe ja paraqet për miratim kryebashkiakut Vangjel Tavo, ndërtoi edhe leje ndërtimi për bashkëshortin, të cilat miratohen në Këshillin Bashkiak, ku ai është antar. Madje me vendim numër 34, datë 28 korrik 2023, bashkëshorti i drejtoreshës së kabinetit, ndërtuesi Artan Bala, është emëruar antar i Komisionit të Përhershëm Bashkiak për zhvillimin urban, infrastrukturën dhe shërbimet publike në bashki, që përbën konflikte apo interesi. Sipas të dhënave zyrtare, në lojë për ndërtimin e resortit Jonian Residences, bashkë me burrin e drejtoreshës së kabinetit të Bashkisë, është futur edhe kompania Beta SHPK, e ndërtuesit me precedent penal, Pajsor Buzi nga Lushnja. Me emrimin e Ermal Nufit në postin e ministrit të mbrojtjes, Edi Rama nuk bëri as rifreskim të qeverisë as pastrim të saj. Ai zëvendësoi Pirovëngun me një figurë tjetër të përdorur më parë në poste kyçe, emri i së cilës lidhet me dyshime për përfitime fondesh publike, leje ndërtimi, licenca, shërbimesh private dhe ndikim në sektor që prekin sigurinë kombëtare. Lidhjet e ministrit Ermal Nufi me interesa financiare dhe asete publike sipas të dhënave të përmendura shtrihen në disa kompani, mes tyre BIS SHPK, Etskalisi Hydropower dhe Maritime Logistics SHPK, ku vllai i tij Edmir Nufi rezulton ortak me 30% të aksioneve në partneritet me Hamzi Slamajn. Gjatë qeverisjes së PS-s, Ermal Nufi ka kaluar në një sër postesh me ndikim, që lidhen drejt për drejt me tenderët e rrugëve, rindërtimin, investimet bashkiake, aeroportet, portet detare dhe sektorin e energjisë. Sipas pretendimeve të paraqitura pikërisht përmes fuqisë që Ermal Nufi ushtroi në këto pozicione, kompania BIS SHPK në pronësi të bashkëfshatarit dhe krushkut të tij Hamzi Slamaj ka përfituar gjatë qeverisjes Rama rreth 173 milion euro tender, një pjesë e tyre në bashkëpunim me kompani të tjera të preferuara nga qeveria. Nga kjo shumë rreth 110 milion euro lidhen me tender rrugësh dhe investime publike qendrore e rurale, fusha që lidhen me detyrat që Ermal Nufi ka mbajtur deri pak para emërimit si ministri i mbrojtjes. Përveç funksioneve të larta në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe në Kryeministri, Ermal Nufi ka mbajtur edhe detyra të tjera me peshë, si kryetari i bordit të menaxhimit të Autoritetit Rrugor Shqiptar, antari i bordit të Kadastrës së Shqipërisë, antari i bordit të kompanisë Kajo, antari i bordit të kompanisë projektit Alabar, antari i bordit të Agjencisë Shtetërore të Informacionit Gjeohapësinor dhe konsulent në Fondin Shqiptar të Zhvillimit. Ndërkohë vllai i tij Edmir Nufi është antar i bordit këshillimor në Korporatën e Investimeve Shqiptare bashkë me drejtorin aktual të Autoritetit Rrugor Shqiptar Ami Kozeli. Sipas informacionit të referuar, ortaku i vllait të ministrit Hamzi Slamaj është futur edhe në ndërtimin e kullave në Tiranë. Më 20 shkurt 2025 ai ka përfituar leje për një godinë 27 kate, projekt për cilin ngrihen dyshime mbi burimin real të financimit dhe mbi interesat që fshihen pas tij. Një tjetër nyje e kësaj skeme sipas pretendimeve është kompania Maritime Logistics SHPK, ku Edmir Nufi dhe Hamzi Slamaj zotrojnë aksione dhe që operon në sektorin e ngarkim-shkarkimit të kontejnerëve dhe mallrave frigoriferik në portin e Durrësit, strukturë që lidhet me vendin ku Ermal Nufi ka ushtruar ndikim institucional. Sipas të dhënave të përmendura, kjo kompani nuk ka deklaruar bilance tatimore për disa vite. Një vit pas krijimit, ajo e pezulloi aktivitetin në mënyrë formale, ndërsa më pas e rifilloi në një kohë kur ndaj saj, sipas burimeve të cituara, kishin nisur
interesime nga strukturat të antitrafikut, antikontrabandës dhe agjenci partnere të SHBA-ABS. Pretendimi më i rënd lidhet me dyshimet se kjo kompani përdoret për të lehtësuar veprimtari të paligjshme në portin e Durrësit, duke shfrytzuar lidhje dhe mbrojtje institucionale që garantojnë shmangjen e kontrollit policor, kufitar, doganor dhe antikrim. Nëse këto të dhëna verifikohen nga organet ligjzbatuese, atëherë emërimi i Ermal-Nufit në krye të Ministrisë së Mbrojtjes nuk del si zgjedhje politike për të forcuar qeverinë, por si zhvendosje e një figure me lidhje të thella interesi në një nga dikasterët më të ndjeshëm të shtetit. Në këtë rast, pyetja nuk është më vetëm kush është Ermal-Nufi. Pyetja është sa larg shkon rrjeti i interesave që e ka ngritur dhe kush përfiton realisht prej tij. Informacionet nga bashkitë që kanë dorëzuar listat me sipërfaqet e tokave në kuadër të projektit Paketa e Maleve tregojnë se po dështon kjo skem grabitse paçka se kryeministri Edi Rama u ka premtuar klientëve të tij t'u dhurojë toka e pasuri dhe t'u fal taksa. Një vit pas miratimit të ligjit numër 20 datë 13 mars 2025 nuk është dorëzuar asnjë aplikim për marrje sipërfaqesh toke, pyeshe kullotash të piketuara për investime private me projektet e paketës së maleve. Ata individë subjekte që kanë nisur kontaktet me drejtuesit e pushtetit lokale, drejtues të pushtetit qendror për të marrë sipërfaqe tokash nëpërmjet paketës së maleve, kanë frikë të investojnë në toka që nuk i kanë në pronësi të tyre. Duke e ditur që bashkitë nuk kanë kompetenca e fuqi ekzekutive për të dhënë garanci pronësie kadastrale për tokat, ata që kanë interes të investojnë po i kërkojnë qeverisë që paradhënies së lejeve të zhvillimit të pajisen me certifikata pronësie. Por në ligjin Paketa e Maleve, qeveria ka përcaktuar kryerjen e investimeve me statusin jo pronar, pastaj nisjen e proceseve për pajisjen me certifikata pronësie të tokave. Ky kusht ka krijuar dyshime dhe frikë te subjektet private për të mos filluar investimet pa u pajisur paraprakisht me certifikata pronësie të sipërfaqeve që kërkojnë sepse gjatë investimeve e aktiviteteve të bizneseve mund të përballen me konflikte pronësie nga banorët e zonave. Për të mos u futur te lasheve që krijon projekti Paketa e Maleve, investitorët nuk janë njohur as nga neni 15 i ligjit, që thotë se 500 aplikuesit e parë për 10 vite biznes nuk do të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë, taksën e pasurive të paluajtshme, TVSH-n dhe tatimin mbi të ardhurat, sepse më të rëndësishme për ta janë certifikatat e pronësisë për tokat ku synojnë të investojnë, pasi u rrezikojnë investimet nga konfliktet për tokat që pavarësisht se deri më tani janë publike, kanë pronar historike trashëgimtar, shumica e cilave janë procese gjyqësore. Një vit pas miratimit të ligjit numër 20 datë 13 mars 2025, vetëm 18 bashki e kanë zbatuar projektin Paketa e Maleve, megjithse Edi Rama u bëri presion kryebashkiakëve socialistë se nuk do t'i kandidojë përsëri dhe do t'i çojë para drejtësisë nëse nuk do të caktojnë zonat dhe sipërfaqet për investime. Pasi grabiti Bregdetin dhe ish ndërmarrjet shtetërore përmes skemave të investimeve strategjike, kontratave 1 euro, kryeministri Edi Rama ka kaluar në fazën tjetër të grabitjes së maleve e sipërfaqeve pyjore nëpërmjet ligjit Paketa e Maleve. Ky ligj është kopje e projektit 100 fshatra turistik që në periudhën 2017-2023 u përdor për të legalizuar grabitjen e 2200 hektarëve tokë publike për ndërtimin e resorteve në zonat rurale. Mirela Kumbaro është ministria më e gjatë në kabinetin e Edi Ramës, që prej vitit 2013 ajo ka qenë pjesë e qeverisë, përveç një shkëputje të shkurtër në vitin 2019. Në 2013 ajo u emërua ministre e kulturës, post që e mbajti për 6 vite. Në 2019 u largua nga qeveria për të kthyer në 2021 si ministre e turizmit, post që e mbajti deri në 2025, ku edhe u emërua më pas ministre e arsimit. Sot pas mbledhjes së qeverisë, gazetarët i bën një pyetje provokuese Kumbaros mbi këtë gjë. Pas kryeministrit Rama ju jeni ministria më afatgjatë në këto 4 mandate. A mund të na thoni cilat janë rezultatet që justifikojnë këtë vazhdimsi tuaj në kabinetet e zotit Rama? Por Kumbaro duket se tregoi arsyen se pse ka 11 vite në qeveri, pasi sipas saj të gjithë janë kalimtar, vetëm Edi Rama është i pavdekshëm. Rezultatet janë ato që maten dhe vlerësohen çdo 4 vjet, qoftë përmes vlerësimit dhe analizave që bëjmë si skuadër e mazhorancës. Asnjë ministër nuk është aty sepse është por sepse jemi pjesë e një skuadre. Si në çdo skuadër rolet ndërohen, lëvizin me detyra të caktuara, që nga deputeti, drejtuesi politik, që nga ministri apo pjesëmarrja në komisione parlamentare. Është pjesë e një skuadre, pjesë e një filozofie, nuk është ministri që qëndron, por mazhoranca dhe lidershipi i Edi Ramës. Ne jemi pjesë e një skuadre dhe bashkëpunojmë në role dhe detyra të caktuara, tha ajo. Mirë po, pushteti nuk ka qenë edhe aq i keq për Mirelën.
Më poshtë, po rëndisim disa prej pronave që ajo ka deklaruar nga viti 2014 deri në vitin 2023. Mund të themi pa frikë se Kumbaro ka deklaruar afro 10 apartamente për të mos folur më pas për llogaritë bankare. Apartament me sipërfaqe 128 m2 të blerë në 98-ën me vlerë $47.500. Apartament me vlerë 95.1 m2 të blerë në 94-ën me vlerë $24.500.000 lekë. Apartamenti ndërtuar në 99-ën me vlerë 34 milion lek. Apartament me sipërfaqe 108.61 m2 të blerë në vitin 2002 me vlerë $44.000. Apartament me sipërfaqe 87.8 m2 në Sarandë të blerë në 2011 me vlerë €60.598 euro. Bashkëshortët depozit bankare me pjesë takuese 50% secili me gjendje €90.879 euro. Llogari personale në një bank të nivelit të dytë me pjesë takuese 50% me gjendje €3.296 euro. Llogari personale në një bank në Paris me pjesë takuese 50% me gjendje €13.242 euro. Depozit personale në një bank në Paris me pjesë takuese 50% me gjendje €22.359 euro. Bashkëshortët llogari bankare me pjesë takuese 50% secili me gjendje €9.580 euro. Bashkëshortët depozit bankare me pjesë takuese 50% secili me gjendje €4.730 euro. Bashkëshortët depozit bankare me pjesë takuese 50% secili me gjendje €10.000 euro, një tjetër të njëjtë me gjendje €4.730 euro, një tjetër të njëjtë me gjendje €3.222 euro, një tjetër me vlerë €20.000 euro dhe një tjetër me 55 milion lek. Gjendja e llogarisë në një bank të nivelit të dytë, paksuar me €4.757 euro, me destinacion shpenzime jetese dhe shkollimi të së-bijës. Bashkëshortët shtuar me €27.735.000 lek llogarim bankare të përbashkët me pjesë takuese 50% secili. Bashkëshortët një tjetër shtesë me vlerë €22.938.000 lek në llogarim bankare të përbashkët me pjesë takuese po 50% secili. Apartament 125.000 euro, apartament 95 m2 dhuruar vajzës, apartament 89.30 m2 dhuruar, llogari bankare mbi 30 milion, depozit mbi 15 milion, burri apartament me vlerë rreth 140 milion lek, burri llogari mbi 40 milion lek.